me Fisnik Ismailin, i cili është edhe pronari i kompanisë Karota. Fisnik, faleminderit shumë për prezencën dhe shëndetësimet pas në studio. Faleminderit për ftesën. Një dizajn, në fakt dizajni i fanelave Kuqezit që publikua gjatë ditës së djeshme edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, pastaj edhe nga ju, ishte fantastik dhe nga ato reagimet që pom në për rrjetet sociale Fisnik, pom që u prit mirë, besoj mos them 100%, po mbi 90%, sipas asaj se çfarë kam lexuar nëpër media të shkruara dhe televizive që është prit mirë dhe dizajni është pëlqyer nga tifozët. Mirë, po nga erdhi deri te kjo ide dhe si erdhi deri te ky realizim i këtij dizajni? Që në sens ka shansa mu pëlqy 100%. Valla, për mendimin tim nuk pa diçka kush i tha kundër. Unë edhe monumentin ju bërën kur e kom pas që kanë thonë pse se ke bërë i bërën, pse se ke bërë ashto, jo e ke vjedhë për aty, jo këse i fitu ndo çmime masnena. Unë alën kritikat. Jo, masnena më morën natë më shumë. Po e natyrshme kjo unë jam mësu. Kur bën diçka shumë thjesht, që s'është asa në jasë kënej, s'përflitet. Përflitet kur vjedh diçka, qysh i vjedhën do logës që tashtë i kove të fundit këtu që dullën o bon lajmë, edhe kur bën diçka pak ma të pazakont, që pëlqejet, mas në kime pasë si pat njerë që thëshe në ka bo me AI. Mësh me thonë tin, mësh me shkru promptin, me të avizatu që ato AI, me thonë shtinë një Skënderbej që aty, shtinë që aty edhe një kretë karakteristika Shqipnis, unë që tash 10.000 euro ja, po s'ka shansa. Që shkarë dhe të kjo, pile në kohën kur o kry kjo AI sa ja patnis, të më thonë se ka pasat as që ato mundësit. Kjo dizajn o kry 2023, dikon në nëntor. Të më thonë që një vjetë të kusur, na jena t'ju promeqat që tojnë me këtë sen. Nuk është pak edhe rasish me kjo t'ju e këshyrë bagajë e një historinë temë, se unë jam mëti aktiv me komtarën, unë jam një prej njerëzve që ai grupi që ja kena nisë 94-ën me përcjell komtarën e për Evropë, që mas një u shëndru në tifozat Kuqezi. Do më thonë që atë frymën e tifozat Kuqezi jena na do stapi Londre që patëm nisë, me do t'jem në Shqipni që patëm bo bashkë, edhe për sa vjetë ju bon tifoza Kuqezi, 20 vjetë ju bon tifoza Kuqezi që na jena marrë aktivisht me ta. Karota ka bo dhe logon e tifoza Kuqezi, do më thonë, është një farë historia aty e saneve, kontributeve komtare që unë me bashkë me kompanin tami këna bo, atë në një bo një pityne, duhet të ndë në një tjetër. Do më thonë, ky projekt për cilin u kontaktova direkt për i FSHF-s, ke një sfid edhe një detyrë që ma dhanë, edhe mirë njës që ma dhanë, se diqysh kesi një farë kompletimi krejt ati circle që thojnë ati rrethit, ku ke vo sane dhe dikur për ta e për një detyrë me vo një fanele, cila fanel Comovation, këtë kampanjën e Botnorit. Ty shyrë këtë fanelat tjera që mbo, ty shyrë këtë fanelat në përbot që mbo, ty dosh me dalë me diçka ma të veçantë. Me motive shqiptare më përdor shpesh, në kondo shqiponja si katrore, në kondo si qylyma, këtu do patena si qylyma, do më thonë. Do plisa, ka pas, plisa s'po më kujtohen, po ka pas. Mrapa këtu. Ka pas, do më thonë, motive shqiptare, po një është kur veç qëtë diçka do forma edhe nuk jep tregim tjetra, kur munosh, me jep një farë tregimi, me shtjellu diçka. Tash, trend u bo qatë kohë ke edhe ishin do dizajne, Dolce Gabbana që ja pat bo interit nëse s'ga bëjë, do si që u bëshin do paternat bukra, me lara dhe pak ma. Edhe të frymzum për shasaj, të frymzum për simbolikës që na kena, të frymzum për mungesës një Skënderbeu dhe që të eshtin që aty, po eshtin në mënyrë të but, në të cilën nuk vret me të parën, po mas një e kompleton krejt, qysh janë nisa me lujt me një gjysë shqiponja. Edhe nisi me më musha e shqiponja, me qëto elemente. Qështi karaktere. Edhe masën ti thu, edhe edhe qysh për dojmë qëto qapështim.
tash edhe për me mush, gjysh kur nalësh me menu, thëmë qa kena na plisin, qatë patenën e qylymit, hyneshën fron, e cila nuk o qaq kombëtare sa simbolizon Prishtinën, Shqiponjën, Skënderbeun, nuk kena dhe qa shumë. Po nëse zgjëno është pak ma shumë edhe me ndonë, thu, okay, hajde pe shtim kre Shqipnin qëtu. Shqipnia, lumejt, deti, natyra, ne dallëndyshe. Dallëndyshe është aty edhe është një arsye pse dallëndyshe aty, se dallëndyshet migrojnë, të më thonë, kur bëhet ftoft, ja therrën dika ka manxet edhe kthehen. Na kena shumë mërgjimtar. Plumi është aty se është pasor. Lepri është aty se është i shpejt, ka do karakteristika, po nashta leprin pak i kumshti edhe se është logo e karrotës, ashtu do më thonë, element si të mshefën është aty. Biznisit. I lunti tash e kini një farë nënshkrimit tonë që donë me lonë aty e lepri, nuk o si logo e karrotës, po një lepër ty nga ty kësy, është i lezeqëm, është, do më thonë, është kafsh që s'ka konotacion negativ. Dhe e këna mundët me pas pak, po ti në futbol dush më konë dinak. Edhe e këna e kumshti, adin unë e kumshti dhe me mendimin që nashta mi motivu dhe lojtarët, adin e thonë ka dalë, po bo më pak dinak. Po është një zamër aty, është një yll që e kom pa transition, që me 4 rama, që është një farë ylli që na vetë kombion është që a ylli që na drejton, edhe 4 rama që në transition, se janë 4 anë të botës, pikrisht për qëta që jo temë qëtash, shqiptarët në kombëtare vinë për 4 anët botës, nuk janë veç për Shqipnisë. Dhe kretë që simboliku mbledhu për mbledh me një vanë, në një gjysë Shqiponje, që janë nisë njës me vete, pse gjysë e ku tjetra është shpinë, të më thonë vazhdojnë që të nërsjetëll, bashkohë Shqiponja, edhe vazhdojnë një kry është krena, një krya një. E gjarpli, pse gjarpli në këtë dizajn? Gjarpli është se vizualisht të një farsa një hollë që munësh me nxerë që aty me shti, edhe kanë shtinë mes Skënderbeu me këta. E di që gjarpni si simbol është shumë simbol pozitiv prej lirëve të lashtë, dhe më thonë kena na plot, po edhe njone ma shujt e tha, po gjarpni edhe një që është simbol pozitiv, po është edhe shihet edhe si pozitiv dhe si negativ. Po kjo e thash gjarpër moderne, diqysh u dasht me shti një farë simbolike ku Skënderbeu edhe, se nëse shet gjarpni të kryte Skënderbeut edhe të kryte Shqiponjës, diqysh se e kanë shti në mes. Tash gjoma një kafsh tjetër që ta simbolizon pak armikun, pak o problem, që mund është me shti bashkë që aty, se diqysh është si një formë, adin, mund është me shti një arush që aty, se mas një e prish, ta hupe dhe Skënderbeu, adin, vizualisht ke që ashtu përgjedhër. So ka morë kofis dizajni? Qita e kom vizatu vetë, dikon, jo mundu me matë një 7-9 orë, 80 orë. Që pjenë 2 javë plota pune, nëse punën 8 orë, po unë kom punu një 4 javë, ka pak kur më rishë. Ose më rameve në herë, po diku një 80 orë janë hi punën. Ka qenë veç një format, apo ke pas formatë ndryshme? Dhe i ke dërzu të Federata Shqiptare Futbollit, ata ka vendos, apo ka qenë ky dhe më pas nuk e pas refuzime diçka? Jo, kena pas do propozime tjera, po tjerat kanë qenë pak ma ashtu ma jo ka fella sa kjo. Tjerat kanë qenë qështu si patena, najs qëllumi lezeqën, se ti e shet që shumica e fanela e ka naj vijë ose naj sen që aty kryhet. Nëse ke vrejt do fanela të Belgjikës në Evropian që kanë pas kaltër bojkaftë dhe qërat të bardha, ata e din ndërlidhen e qasaj për shamo? Jo. është një personazh, belgët njihën për stripa, kanë botu novela grafike shumë, shtrumfat nëse të këtohen ata Smurfs, ata në Belgjikës, dhe janë do tjerë. Një për ty në një personazh që shumë i famshëm në Belgjikë, Tintin e ka emnin. Tintin e në gjallë bjond me ndërse, a e ka një bluz të kaltërt, ka pantolla të kafta dhe qërap të bardha. Edhe këta ja kanë tribute, do më thonë, ja kanë kushtu Tintinit. Tintinin, do më thonë, këta një figurë të vizatume e kanë si një. Do më thonë, jo do mos do dunë më konë simbole kombëtare, patriotike, shpata, ekse. Edhe unë shumë pat pëlqy që ajo që pat të mbo. Shpresoj që në ditë vjen momenti edhe Shqipnia me bo
Shqipnia me bo diçka ku t'ja kushton ndaj artisti janë sen Me personaliteti. nuk ka domosdoshmësi elemente. Po kësa here qështu u bo, atë në hala të na momenti s'kard me lujt pak ma shumë, edhe ka rezerva, edhe ndaj kësaj ka pas pak rezerva, edhe se pak ka tuta e Shqiponja, pak duke komplekse, e na kena pas e patena tjera, po kjo u pëlqy edhe masne u punu. Tush masne një më bet tjetër, se unë kom propozu edhe stemën e komtarës me ndru. Se është e vetëmja komtarës që ka veç flamurin në stemë, nuk ka elemente tjera. Po nuk është pranu nga... që... Qysh? A është pranu kjo ndryshimi? A du të bëhet? Po tash është një stemë që o pranu, është t'ju prit momenti kur mu miratu, do me thonë është t'ju ecë kjo pak si gatë kjo si proces, po... Po dhe kjo do të ndërrohet? Me gjas, pak ka rezerva aty në sensin, ta kalzoj në që tash ku shkojmë, po e kuptan, po pak ka rezerva njerë deri se që shka mu prit për njerëzë, unë e di që ka mu prit shumë mirë, jëmë shumë i bindur. Pse ka elemente që mund të spritet mirë, apo? Ku është dilema? S'ka element ku spritet mirë, ma dje ka elemente, të më thonë, ka elemente që në qitë fanel, po kështu si sistem është ndryshime malë më bo, edhe është një kapërcime malë, adine. Po. Ani pse ka Shqiponja aty, ka dhe elemente tjera, adin pak është tut me hek flamurin, me zavëncu me një shaj. Me du që a shaj më konë shumë komplim plote për mu zavëncu. Okej, e ky paterni që përqun të ky dizajni, a s'ka mujt me qenë pak maj fort ju ka që zbet, sa është në fanela? Që aty u konë një debat tjetër që e këna post. Se përshën në fotografi, po duket pak... Benzi po shiet, e di, e vërteto që shiet. Për shembull ka persona që se dallojnë, çka do të thotë kjo kuptimi këtë. Çata na kena bo bujt madhe me kallzu çka ka mbrana. Se kur e merr ti kimi po, kur e shepi afër kimi po, s'mund ta më marr me vete, se i patëm me ne photoshoot jem ti fotograf. Okej. Po kur i sheh i prek e kupton edhe te zeza vrena më shumë. Po te zeza po. E kena pas pak në debat çit pjesë. Do me thonë, mu bo krejt e zez, s'ta loj ke FIFA se ke shumë zez. Edhe nuk u bëjke mu fanela e kuqe, po bëjke shumë e zez. Se unë edhe kratë dësha me abo të zi, po FIFA nuk do me thonë ishin do regula që FIFA të nalë. Regull. Mase e zbutëm ato edhe deshtë me bo si print. Do me thonë shtypun, po me një njërë nuancë ma të butë që ish vrejt ma shumë. E që të masë e pat një debat, se u doke pak agresive, zdëshin që aty ish një farë debati për cilën shkova dhe Makrona, dhe shkova funa me dizajnerat aty, unë jo kalzova rancin, se edhe ata është në qërë kjo do këtë ma bukur nëse e bojnë qështu, në të shaka ka një farë, ka një rancin shumë të ma, Makroni henez rancin që ti ilustrimi a ka po kërë dalë për dje. Që atëre ka kuptu sa ka vlerë, se kure u mëna me a spigu atyne, nuk ishë që aty ju do kishë si një panel tjetër që të marru. Qashtu, dhe se dishin edhe pse shkova unë në Itali pikrisht për Shqican, fola me dizajnerën. Edhe u dakordzumë me bo qështu veç me një fryre edhe shkëlqim. Që një farë mënyre e bon interesant, mas një lanqimin e diktoj që kjo. Në sensin që na u dasht mi nxerë qëto elemente, mi u kalzu njerëzve që ka jënë krejt jënë qëto. Për me kuptu ata edhe të soherë sheh mas e fanelën, gjithë kime gjithë në diçka tre, që është që e për një lezet tjetëra. Një dizajn i mirë është kur cari këshyrë gjonë sene tre janë to. Në në munu qitë loj me lujtë edhe besoj që ka dhezë. Edhe po duket mirë. Unë e mendoj që ka me o një moment, kur lëshojnë to kompanitë gjithmonë e shojnë një limited edition. Dhe që e limited edition mundet me qenë një vend ku shtypër shqipojnja ma shumë, ose diçka ku mund me po. Eventualisht nëse, unë s'po du me thonë nëse, po kur kualifikohet punëtarja në këse, mund me rujt që dizajn, po me një pamje pak ma ndryshën, ashta pak ma tegër, nashta që atër i shkon mirë edhe stemën me shti, po
tjetër muhabet është ai që vendos të tërkush atë. Unë po të kallëzoj që një vjetë të kusur jem të marrë me që dizajnë, me që sistem, do më thonë, një procese që s'jën edhe për bojmë sot edhe për lansojmë nesër. Po. Edhe pse puna është kry, si që dhe ti, është kry më ti. Puna që e ke pas ti, e ke pas ti obligim e bo. Po thëmë, une verës vjetë jëmë konë në Bolonjë, fabrikë Makronit edhe kram shilkit punë. Mas në këta kam punu dhe qëtash për me produshtë. Okay. Jo vetëm që po na marrin, po themi që po na marrin, po shkojnë futbollista atje, po edhe dizajnerat po shkojnë me punu për federatën e çfarë futbollit. Pse po ndodh kjo? Unë s'm të shku kërka. Okej, ti je këtu. Pa ke pas komunikim për shkak me federatën e futbollit diçka se un po shumë kritika tua edhe për llogën e federatës së futbollit edhe për shumë shka tjetër. I përveç që kon kritika jam nuk kon tash a kanë marrë ata personale ajo absolutisht se rruheq. Me dal dikush me një qasi logo që ka dal Federata Futbollit Kosovës. Mas një fiaskoje për logoje me tjetërën që e pa të bëvaj topin me kimik që e pa dizatu. Topin me ju. Thonë, ajo, Qyre, kur bën stema logo që si sene, kompanit ftohen me marrë pjesëgar, jo është kompanit e këtë dizajnerat ftohen. Kur u pa të mftu na me marrë pjesë, kur pa dalë konkursi, bile nuk ftohësht, pa dalë konkursi publik. Me boat logon e para e rumullak ta që konë ma topin si kimik. Po, di. Mu me dhe informata, se qyre, masena, pranoti 200-300 veta po aplikojnë po vizatojnë diçka për me fitu qatë garë. Dhe vish njën e fitan. Pranoti so kohën e upin tjertë, e mundin për me fitu një qasi logo palid. Edhe unë e mora vesh që ajo logo ju ka rezervu dikuj, të i njoftë senet që shkojnë, jem të folë ko gjatë do vjetë ma herë, të i njoftë senet që shkojnë, e kur e pash logon në fund, nas aplikum, su lodhëm, s'lodhna une, me ditë që dikuj tjetër ja ka bo aj ty komptar. Që përdu që ka qenë më herët e fitume, për shembull konkurse. Po të aspeten që dula jo që aj tipi që loj djallit dojës njënës të të mrana, qa konë në afera? Dituria e hoqë. Po të ashtë afera ke qa jo, edhe shqyqare ke aty, me prodhuni që asë i sa një zhlë dhe me fitu është, adin, aja tjetë ty menu që ku me di që ka bo, deri e kishqita edhe, në shqitje e kishqita edhe skicimin original të topit, që ka pasin në një letëra, dhe shkoj kjo murë për masa shumë banale. Mas nëna FSHF-ja del me një logo krejt tjetër, për cilës as nuk ka bo, as ka pas konkurs as kur gjo. FFK-ja, a thash Federata. Jo, a Federata FSHF-ja thash. FFK-ja, e kuptushme është. Ndjes për FSHF-n, FFK-ja dul me një logo skandaloze, për cilën s'patas konkurs as kur gjo. Edhe cilën qyshe kuptoha unë e arsuetun që një dizajneri UEFA-s nga ka bo. Veç pse aj dizajneri në UEFA, i UEFA-s për bëjka, veç për të kalzoj, dizajnerat nuk punojnë në organizata, dizajnerat më të mirë punojnë në agjenci, kretë botën, ose punojnë freelancers. Momentin që ti punësosh një organizatë si UEFA dhe je dizajneri UEFA-s, në fatë dopsire e aty. Të më thonë, nuk mund është tim me thonë që tash veç pse ta ka bo një dizajneri UEFA-s, aj sen du të më koni pranushëm, edhe që të më thonë s'pas ka bo dizajnera në Kosovë në Shqipni me ta bo ata, po dash ka dikush aty në një me rrugë që në UEFA. Edhe u ofendova me federatën diçka se bëket? Jo, unë u ofendova pe që ati presirilisi ku thanë, ofendova veçon jo veçon, po krejt komuniteti dizajnera në Kosovë. Edhe ula thash, për 24 ore kom bo. Do më thonë të nesër në kom kry, nuk në fa logo fenomenale, po kur e krason, është largë ma mirë se aktuale. Edhe e bona një, e publikova, thash fale kene, që do me thonja, është shpjegimi shumë i gjatë, që fa do me thonja qyshe kom menu krejt, e kom bo për 24 orë, veç me ju kalzu, që ka dizajnera në Kosovë, që kanë marrë çmime ndërkombëtare, e që i vynë diçka, edhe jo pse ai ka qëllu i UEFA-s, do të thotë që din me bo punë të mirë. Kërkush kursëm ka kontaktu, kërkush kursëm ka thirë, unë nuk gajmë as tyne. E kuptueshme. Unë s'kam gajt as mas FSHF-s.
po vjen një moment kur Puna, biznesi, FSHF-ja, institucionet e kuptojnë anësin, edhe të vinë, të afronë vetë, edhe thonë, hajde bëne, ose hajde e thiri 4-5 më të mirë, edhe le të bojnë se cili ka një propozim, më mirë le të fiton, shumë rregull jam ashtu, kur i përzgjidhet me të drejtë një sani mirë, po jo mënyra se qysh janë bo sane dheqtash. E që po vazhdojnë FFK më bo dheqtash. Tasha i pëlqen atyne ky komenta jo absolutisht në smërzit në për atë punë. po, e kuptueshme. Nëse ata dojnë me shku tutje, dojnë me anis më bo presionista, dojnë me anis më silë mirë, me lojtar, me tifoza, me njerëz, me bashkëpunëtor, e jo më boj një ranta që më ju fal punë tjerve edhe dyqysh me degradu krejt. Unë shumë besoj, fuqimisht besoj, që një sistem, një dizajn i fanelës, lunë rol edhe të lojtarët, lunë rol edhe të tifozat. Së është gjithmonë një farë krenarije ti me vesh atë fanelë, ti po hinë që aty po hinë me një farë beteje. Njëri Skënderbeu ka me hinë stadion Serbis, që e patern, që e shqipojnë, ka me hinë stadion Serbis. E që mundet me zgju shumë polemika të kombëtare tjetër. Që dënë të pala tjetër. Po ti kur hinë me një qasin ndjesie, s'po thomone, aden, nëse kualifikohet Shqipnia botror, pa e marrë një trosh që saj kontributi për që të sen s'ko me lonë dyqysh. Pse s'u kualifiku me fanella tjera, nuk o që ka në fare ekipe madhështore, po kuptojnë dhe djem shumë të mirë, po nuk o që kena superyje që tash, që ta që janë. A e ke mendu pikërisht këtë çështjen që ka mu shfaq ke fanella edhe në Serbi, me shti këtu elementet kombëtare këtu? Jo, se kjo bo, ma e bukra e krejt qësoj, është se shorti ka dalë shumë ma vonë. Po, për te Serbis, për mu, personali është, une karierën teme, jem mësu, do më shkollën karierën kom kry në Londër, e kom fillu në Londër, edhe që atje më bo dizajner, edhe fanella dizajni jam, debutimin e saj e ka në Wembley në midis Londrës. Për mu është shumë 25 a 21? 21. Së trana, se e kom ble biletën, mu këthymet 25, me 25 më do kështë ta. Jo, me 21, të thash me 21 mars. Se mas e më në shkojt martën, edhe... Jo, me 21 mars. E për mu që kjo një farë përmbyllje e ciklit, se është, po këthejna që aty ku ja kom nis me dizajnu, edhe Wembley që na kena pas wow atin, edhe Wembley me dalë fanela em, është këgja një fanderi për mu, edhe për mu si profesionist. Edhe për herë parë, më shfash me futbolistë. Po dhe që aty po nis kampanja. Po. Okej, Fis, të përmende që je edhe tifoz qysh mëti edhe faktë dhe krijues i këtyre tifozëve QQZ. Si po ishte këto zhvillimet e fundit ndërmjet futbollistëve nga Kosova që po shkojnë te Shqipëria, po quhen tradhtar. Kjo budalla kje malla, është se? Po, unë më ras edhe as ata që kanë shku me lujt për Zvicrën, adin se akon pa për të malla. Po, ata janë kretë diçka tjetër, Fes, nuk krahason. Jo. Po s'krahason, për shkak Etnik Bruti me Granit Xhoka u rrit, u shkollu, u bu futbollist në Zvicër, Etniki u lind, ka lu në Kosovë, ka lu për grup moshat U17, U19, U21. Flesh Shqip, edhe ka qatë drejt. Ka drejtën e plot me lujt në cilën do për tyne. Bile, une vazhdoj me qenë, një për atyne që e shtynë edhe që mendojmë që një kombëtare, një ligë, neve ka me në ndrejsh futbolin. Njeri, 2 milion këtu, 3 milion atje, smushë stadioni, piq, lujnë këtë Superliga e Kosova, kur ja bojnë Superligë, po thujme Liga para në sen. Ja, Superliga është. Po jo, bre, Premier League, do më thonë, që t'ja një amëve Liga e parë, Jugoslavio kon Liga e parë e Jugoslavis, Liga e dytë e Jugoslavis, po kur gjë super në të s'ka. Pash kur gjë s'ka super në të. Liga e parë. Balkoni që u shku të rjerë, në Konference League. O shku ka po në shishe masena, sa lartë ka shku. Ka qenë grupe o Fes. Po mirë, bravo ju koftu, krejt respektin. Po sikur, t'ishte një ligë
sikur të vinte Partizani Tirana me lujt me Prishtinën, Prishtinë ka me të bushit bre stadioni. Apo kupton qysh mas ne resti, sepse ti mas ne ki shumë hapësinë dhe ki 6 milion njerëz treg. E që ata 6 milion njerëz treg luftojnë për një ligë, për një vend parë, e tash që ndodh aty, kur ja nisin me i pare, ja nisin me dalë talenta. Kur dalin që ata talenta, lujnë për një kombëtare. Na, a ke menu në herë qysh 6 milion shqiptarë, s'më ishim me nxerr që të në Kosovë e Shqipëni, s'më ishim me nxerr 2-3 reprezentues të mirë. Nitro Zvicër që i ka 200.000 shqiptari, nxerri saj patën në moment 7 veta i patën në ekip. 7 ka shumë numër. Njeri 8 veta në ekip, qysho e mundun 8 talenta me dalë për 200.000 shqiptarve, e këtu s'po dalin 3-6 milion shqiptarve. A është do me thonë, a është që na shqiptar zdina, a është që organizimi së bo që shduhet. Se talent ki sot dush. Po qaj talent mas ne përfundon dhe ka ty picigare, ty këse, ty pa kur far prospekti edhe e len sportin, një plot. Që kanë mujtë më bojuje. E na që tu s'punojna, tash le që s'punojna, plus po dame në 2 shtete, njoni me nëzi pinzer, 2 tjetëri me nëzi, paramenomi bo bashkë, ta ma të mirë të Shqipnisë e Kosovës. Po kujtojnë që shimë kvalifiku, ku shimë ndashtë atë gjithka. Po si kena, se 3 në atje, 2 në atje. Po veç tash, më bo një kombëtar dhe më bo një federat. Kush me qenë kryetara, me qenë Argimi, po tash to problemi. Do më thonë edhe 2 vota janë ma shumë në UEFA. Edhe që këtë që bashkimi kombëtar që proklamohet që sa, do më thonë populli e donë, edhe nëse më bo referendumi këtë populli e voton, po hallin e kanë mas një politikanë, se mas një s'jon 2 kuvende, po 1 kuvend, nuk jon 2 kryeministra, po 1 kryeministër. S'jon 207 ministri, po bojnë përgjys ma pak, aden. E adin so ministrit i dham, këtu e so deputetit i dham, thotë e ka dalë so në qëtojnë të u knaqe, atje boni u bo, atje mazër kome pas me fitu vota, edhe që ata këndështot, kjo këndështot pikrisht për politikës. E pikrisht që të ndodhin sanet, do me thonë, nëse i këshyrë, krejt venën ma zhvillume, në botë edhe ma to të pa zhvillume. Shpesh ka dallime shumë vogla në resurse, në gjeografi, në lokacion. Qa ju mungon aty në të pa zhvillumeve që këto zhvillume të kanë? Vullneti politik burë, kur gjë tjetër. Kur ai që është në pushtet nuk do me ndryshu, nuk ka vullnet me ndryshu, se akona për vete, nuk e bën për komin e vetë, ai ka me met, ka me lonë komin e vetë prapa metën. Se nuk ka në interes tina mu zhvillu që e kom, se mas ne ai se mon një klosharë si, do më thonë, nëse ajo kloshare e këshyrë për veti, e populli emancipot e hekin. Që to dallimi, veç të vullneti politik, s'ka vullnet politik se bot një ligë, bot një kombëtare, bot krejt. Qysh mundet Anglia, do më thonë, ekipin olimpik me pas krejt Britanis, ekipet futbol e ka Anglin, Skocin, Velsin, i landën veriore. Kur kanë mujtë ata me bojë që të farë loje, shtu të na mujna. Po s'ka be vullnet për s'ka vullnet, në fakt, vullnet. Edhe Lalli Koft kujt do që shkon me lujt për kombëtarën. Pa të rastis që djallim... Do të me lonë Kosovën, po thuti? Lalli Koft se... Jo s'po thënë që du të me lonë Kosovën, po Lalli Koft nëse vendos me lujt... Nëse ai vendos me lujt njënën pe qytetën e dyjave, e valajnë shansat më të mira e mu zhvillu i kanë kombëtare po e rezultate më të mira. Jënë më disiplinum, tash po të kalzoj edhe për mrena, i di do mua bete, jënë më disiplinum, kanë një farë regulli, këtu kur vinë shkojnë në për veç me hypë në aeroplan me lojtarët e Kosovës, e shqefar luge bëhet. E di sa e në disiplinum, e di që hajnë e që pinë para lojve, e di që trajtojnë trenerëve. Do më thonë janë shumë jo profesional kur vje momenti me lujtë për venin, edhe posaçisht kur
Mas nëse neve na rrit morri pak kështu si Kosova i patën do rezultate, do golla, do sa ne i bënën. Edhe mas janë nisën këtu edhe një fantasia ma madhe më bo, në thash prit një pak se kene me pa. është që natyra e fatkeqësisht që ke shqiptarët e kemi, po si t'ja nisim e bo diçka mirë, në rritët menja, mas ne e bojna më të në fund. Pa një shpreje, po agë feja kamet ta shu një gjokës tash. Po, qështu është një? Jo veç në sport. Po, kuptush. Po, edhe në biznes kur e qelë, si t'ja nis me ecë mira, ja nis, do më thonë, me t'i zvoglu që bapat, ja nis me t'a rriqmimin, ja nis me t'a ullë shërbimin. Pra edhe pyetja e fundit. Kjo është kështu të se jemi kesh me kundë pyetja e fundit. Fatkeqësione. Jashtë këtë sportit, a mundet fisim u kthym politik? A ka gjos? Jo më njerë më shumë ratë. Okej. Seriozisht jam shumë ratë, që 6 vjetë jam. Qëtu sanet bukra si kisha mujt, unë edhe një bone e kom bo para se me në politikë. Qëtu sanet e bukra s'bohen kur ty krymat e politikës ta kalbin trunin. Se lejoj mu. Faleminderit shumë Fes, ishte shumë kënaqësi. Shkoj koha shumë shpejt. Të ndërruar shkruajt ishte ky Fesnik Ismali, pronari i karrotës, kompanisë dhe